Të dashur miq të televizionit Nova, mirëmbrëma. E shtu në ora 20:30 minuta termin ky rregull në të cilën do të emitohet emisioni i hapur, do të thotë Studio e hapur. Qëllimi i këtij emisionit do të jetë padyshim shtjellimi i gjitha temave aktuale edhe atë në emisionin në gjuhën shqipe. Redaksia në gjuhën shqipe përveç përgatitjeve të 4 edicioneve të lajmeve, gjithashtu kemi marrë përsipër edhe organizimin e një emisioni debativ. Ky do të jetë emisioni i parë, do të thotë, ku musafir të nderit të këtij emisioni dhe këtij televizionit e kam zotri Albert Musliu, analist politik. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjej. Zotri Izni Shaqirin, ish deputet. Zotri Izni, mirë se na erdhe. Faleminderit, mirë se u gjej. Gjithashtu edhe Naim Saliun, këshilltar i Bashkimit Demokratik për Integrim në komunën e Butelit. Zotri Albert, po fillojmë prej juve. Aktuale do thotë ka qenë padyshim tash situatat e fundit që na ndodhen do thotë në komunën e Butelit dhe atë të Çajirit në rastin e Shqiponjës dhe të Kryqit. Si e shihni ju në atë pikpamjen e juve, do thotë si ngjan kjo situatë ose si mund t'i japim një definicion? Gjithsesi është një situatë pak më e tensionuar, fatkeqësisht bëjnë do paralele të cilat nuk mbahen. Shqiponja nuk mund të mbahet paralel me Kryqin, domethënë flasim për simbole kombëtare, nga ana tjetër kemi një sistem simbole fetare, edhe padrejtisht ta shqiptarët në vendohen pozitë të jenë kundër simboleve fetare, që nuk është e drejtë. Unë mendoj se shqiptarët spaku për atë temë janë popull tolerante dhe nuk kanë, pavarësisht prej konfesionit vet, marrën shqiptarët janë të vetme që mbërthejnë 3 konfesione, nuk kanë pas ndonjëherë tensione brenda etnike në bazë të përkatësisë konfesionale. Po, mendoj se në mënyrë tendencioze prej palës Maqedonisë se vendohet ai paralelizëm edhe bëhet edhe provokim. Tash tjetër është të insistohet për objekte fetare, ku qytetarët mund të ushtrojnë të drejtat e tyre fetare, obligimet, autoritet. A tjetër është të bëhet në mënyrë tendencioze që të provokohet. E unë këtë e shoh si një provokim i cili duhet ndërpritet shumë shpejt se mund të shkakton reaksione edhe më të mëdha. Ku prapë them padrejtisht ne do të vendohemi në një pozitë kundër një konfesioni që mendoj se shqiptarët kur në Maqedoni, po edhe në Ballkan nuk e kanë pasur tendencë, luftojnë kundër një shenje fetare. Prandaj them, ajo bëhet me tendencë, bëhet si provokim, edhe procedura e cila është aq e shpejtuar. Më çon të besoj se nuk është qëllimi i shprehjes të vullnetit konfesional, por është qëllimi të provokohet. Nëse kjo nuk ndërpritet prej tash, ajo mund të gjeneron edhe provokime të mëshumarshme, mund të vazhdohet nëpër komunat Maqedonisë Lindore, mund të vazhdohet në komunat Maqedonisë Perëndimore, edhe rezultati çka do jetë? Do të ketë tensione, do të ketë shpenzime të mira me materiale, pa ndonjë efekt për përmirësimin e kualitetit të qytetarëve. Demokracia ka një përparësi, ajo është e drejta e besimit, po jo insistimi. Ne këtu kemi rast ku shteti nëpërmjet institucioneve insiston ta ngren nivelin e besimit fetar. Ajo është ekstremat, ajo mund të jetë për shtetet teokratike, po jo për shtetet demokratike. Shtetet demokratike janë të obliguar t'ju lejojnë juve të ushtroni të drejtat e rritet tuaja fetare, po jo tu insiston ose të argjët të mira publike për atë temë. Ne këtu e kemi rastin ku një shoqat për të cilën në një Maqedoni ku drejtoria e tatimeve çdo cent që lëviz në qarkullimin e lirë e kontrollon, mos na dalë edhe na thotë po ku i gjet lekët për një projekt aq monumental në një afat kohor aq shkurt, edhe ajo shoqat. Domethënë keq përdoret momenti, sipas meje nuk është si rezultat vetëm i Shqiponjës ajo, po është edhe si rezultat i momentit. Mos harrojmë Maqedonia në atë moment kalonte nëpër një fazë të traumave, si temë politike dhe psikologjike të shtyrjes datës zgjedhjeve, edhe dul një temë tjetër e cila tash e preokupon opinionin, e ne që një javë dhe ditë flasim për atë. Po gjithsesi duhet ndërpritet se provokimi realisht çdo herë rezulton me kundër efekt, me reakcion, ai pastaj mund prap reakcion, edhe kjo të shkon derisa gjithë Maqedonia të mbulohet me shenja o fetare o kombëtare, të cilat kur janë shumë, edhe kur janë bën edhe degustohen, nuk e kanë atë efektin cilin fillimisht duhet ta kenë.
shenjat fetare kanë për të shpreh vullnetin konfesional, shenjat kombëtare për të shpreh përgatinë kombëtare, por jo për të provoku palën tjetër. Ashtu. Zotëri Isni, cila do të ishte trajektoria më e mirë për qetësimin e situatës dhe do thotë Maqedonia në vend që të fokusohet me këto monumentet fetare, të orientohemi në rrugën eurointegruese e cila na pret shumë punë, padyshim. Shëve, Maqedonia është pjesë e Ballkanit, perëndimor. Në Ballkan perëndimor, historikisht me marrë me shiqur, problemet trajtohen në mënyrë ka njerë tendencioze, nga vetë fakti se këtu nuk ka dominim, sensi politik që përkon me realitetin, por më tepër çështje që qohen nga këndi i përkatësisë fetare edhe nacionale. Të sidomos të palët tjera, në këtë drejtim shqiptarët nuk janë të ngarkuar shumë me tema që kanë bëjnë me çështjet shumë fetare, sepse kanë një identitet të theksuar edhe në këtë drejtim shqiptarët, si fetar dihet janë ato që janë përkatësisë islame, ato që janë përkatësisë tjetër, mes veti kanë një harmoni jetësore dhe kanë dëshmuar fakte historike se mund të kenë një bashkëtesë dhe nuk i lodh kjo çështje. Tash në rastin konkret kur bëjmë fjalë për temën aktuale që ka ngrit interesim në shumë qarqe dhe reagime të lloj-llojshme, vetë iniciativa është provokative. Një lojë me ndjenjet e qytetarëve në përgjithësi, e më shumë tash i prek interesat e shqiptarëve në këto momente kur dihet se situata deshtëm apo deshtëm është e tensionuar. Tash dikush flet se për tensionim kriqi në Butel tensionon marrëdhënien ndërretnike. Nëse flasim për tensionim të marrëdhënieve ndërretnike, jemi të qartë dhe konkret. Këto janë të tensionuara. Politika aktuale ka vepruar në atë drejtim dhe ka kriju rrethana që krejt janë në kundërshtim me interesin dhe perspektivën e këtij vendi, duke pas parasysh se asnjëherë nuk ka shpreh gatishmëri kjo politikë aktuale e qeverisë që të jetë në funksion të interesave të përgjithshëm të qytetarëve, pa më dallim përkatësisë nacionale apo qoftë edhe vetare. Tash në Butel kishte me qenë këtë e kuptueshme sikur të kishin vënë qeveria të kishte vënë një simbol nacional. Pse mos ta bëjnë? Funi funit e shprehin identitetin e tyre. E tash momentin tash nuk duhen tërheqë paralele mes Shqiponjës dhe Kriqit. Se Shqiponia është simbol nacional dhe shpreh identitetin e shqiptarëve. Le të jetë një simbol i Maqedonëve që shpreh identitetin nacional të Maqedonëve. Kriqi si simbol fetar, tash unë mendoj se nuk mundet me qenë këtë formë. Do të thotë siç është vënë shumë vende të Maqedonisë, por në Shkup veç kemi edhe në aeroport, kemi në Vodnë, kemi edhe tash në kohën e fundit në Butel, ku është një mes i përzyrë, që nuk e di nga cili tash interes janë nisë qeveria aktuale, edhe pse i bën këto provokime, tash është çështje që kërkon një analizë dhe një zbërthim më të detajuar, pa një lloj ngarkese, por i kthehemi temës konkrete. Ato të kishin vënë një simbol nacional, shumë do të kishmi do ta quajat pa drejt që shqiptarët kanë një reagim. Por të vetë Kriqi, ato është një provokim, sepse Kriqi nuk është vend ku krijon kushte për do të thotë një lutje para Zotit edhe të komunitetit krishter. Apo kupton? Para Kriqit nuk krijon, nuk ki kushte ti për të shkuar të lut para Zotit. Janë kishët. Çe pa mund shemb e drejta e çdo përkatësie fetare është i ketë objektet e veta të kultit, po dhe pa marrë parasysh se sa është numri i banorëve. Tash sikur ta kish ngrit një objekt kultit, kish, unë do të thoja se këtë në rregull, sepse ju takon, edhe 3-4 shtëpi me qenë edhe 5, 10, sa, s'po marr numrin tash të saktë, por ju takon. Po ju takon edhe konfesionit islam që kanë të drejta të ngritin
të ndërtojnë xhamia, sikur që kemi pas tash në Njemi, në Prilep kemi pas probleme shumë mëdha, edhe është djeg xhamia. Pjesë tjera të Maqedonisë janë djeg objekte të kultit të konfesionit islam. Këto kanë ndodhur në Maqedoni. Tash kur nuk i jepet e drejta një komuniteti tjetër fetar të zhvillojë lutjet e veta në mënyrë shumë të lirshme, pa pengesa, për atë duhet garantu që është garant kushtetuta, është garant tash, ashtu që është e shkruar tash, pse njerëzit shkelin kushtetutën, shkelin ligjet, qeveria, institucionet e këtij shteti janë kundërshtim me shumë parime, që thatë integrime ato kur më integrimet nuk shkohet me një botkuptim mesetar në Evropë. Në Evropë nuk shkohet me një ideologji që është në kundërshtim me kulturën. Me parimet e Bashkimit. Me kulturën e përgjithshme që tash për tash është një pasuri e Maqedonisë, një pasuri e shumë shteteve të Evropës, të Ballkanit Perëndimor, dhe ajo është një shembull që duhet të shërbejë edhe Evropës Perëndimore, edhe botës demokratike, por jo me tendenca dhe me provokime, sepse provokimet dhe tendencat gjithnjë pengojnë proceset demokratike, pengojnë zhvillimin ekonomik, pengojnë stabilitetin e vendit, pengojnë sigurinë dhe çështje tjera që ndërlidhen me interesin e përgjithshëm të çdo qytetari. Prandaj kjo është një provokim dhe unë them se në fundën krije një është një politikë e gabuar, nuk ka filluar me krishin në butel, ka filluar më herët dhe vazhdon nga momenti në moment krijoje situata dhe turbullira për tensionim situatës dhe për të tërheqë vëmendjen me qëllime të caktuara dhe faktorin ndërkombëtar se Maqedonia, domethënë, ka probleme, ato probleme janë sajur nga vetë qeveria, nga vetë institucionet e këtij shteti, që duhet ta kemi parasysh dhe të kemi një qasje shumë më të parafort me realitetin dhe mos miremi, domethënë, vetëm me kritika, po duhet morim mosa ta parandalojmë këtë politikë e cila në fundin krije në duke provokuar faktorin kombëtar shqiptar në Maqedoni. Zotërisni, kemi këtu edhe Naim Saliun, këshilltarin e Bashkimit Demokratik për Integrim në komunën e Butelit. Naim, po na intereson procedura, do thotë si ka rrjedhë nga si është bëa i propozimi për vendosjen e kryqit, si kanë ecë ato seanca dhe cila ishte mekanizmi apo rolin të cilin e keni luajtur ju si këshilltar të BD-s. Ju faleminderit për ftesën. Unë këtu do të flas në cilësinë e këshilltarit të komunës të Butelit në të radhave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Momenti që ndodhi ajo ishte se ne paraprakisht çdo herë kur shkojmë në mbledhjet e Këshillit na vin materiali 7 ditë, 8 ditë ose 5 ditë përpara dhe rishqyrtojmë atë material. Po për fat të keq atë ditë nuk kishim ne as materiali edhe nuk ishim të njohur nga kjo çka ka ardhur deri te kjo tension i situatës. Në fillimin e mbledhjes të Këshillit me datën 23 ditën 2016, kryesuesi i Këshillit Bobi Bashevski se lejohet ajo, ka ndodhur edhe disa herë tjera që të ketë pikë shtesë të rendit të ditës. Po në atë mënyrë që u parashtrua ajo pikë e rendit të ditës, ajo ishte gjoja pajisje urbane. Edhe ne, më thonë, gjithsesi, më thonë ajo për pajisje urbane u kalu në Këshill me shumicë votash, edhe pas nisi puna, mbaruan, domethënë, 6 pikat që i kishme ne përpara vetes. Atëherë kërkoi kryesuesi i Këshillit Bobi Bashevski 5 minuta pauzë, me pretekst nuk e di edhe vetë se pse ndodhi ajo ashtu, edhe pasi u futëm brenda të filloi mbledhja, kryesuesi i Këshillit nisi ta elaboron atë pikën shtesë që ishte dhënë, edhe në atë moment ati nisi me elaboru që është një donacion nga Kongresi i Gjithë Maqedonisë në krye me Todor Petrovin, që të ndërtohet një kryq në rrugën Bosa Ivanova në Butel, edhe unë atëherë me njëherë si koordinatori i grupit të këshilltarëve të BD-s kërkova fjalë, edhe kërkova urgjentisht të largohet kjo pikë nga rendi i ditës, që ne të për arsye se s'kemi pas material para vetes, edhe në atë pikë, shka ai e thotë, faktikisht nuk parashifet një gjë e tillë, domethënë që në
pikën e pajisje urbane, dihet se çka parashef ligji është decit dhe mundim ta parashikojmë ligjin këtu e kemi me veti. Faktikisht nuk mban një gjë e tillë, po faktikisht ata kanë ndeshur në mënyrë tinzake kanë fut. Edhe kolega im Ardian Bonjaku kërkoi fjalën, tha unë plotësisht pajtohem me kolegën që kjo pikë të largohet nga renditës, që të kemi material të për mbledhjen e ardhshme, ta shohim materialin çka përmban, ku janë parametrat, ku mendon të vendohet ai kryq, se ne nuk jemi kundër kryqeve, sikur thamë edhe analisti edhe i nderuari Isni Shaqiri. Ne gjithmonë jemi tolerant në baza fetare dhe do të jemi, po kemi kundër asaj, sikur tha edhe i nderuari Izet Mexhiti, kryqet e kanë vendet nëpër kisha edhe minaret nëpër xhamia, edhe kjo tezë që ndron edhe ne do të mundohemi të luftojmë në këtë drejtim pa cenu të drejtën fetare apo kombëtare të një kishte mekanizëm ligjor për ta parandaluar, do thotë në i badenter apo diçka e tillë. Po këtu rrethsoj nderuar neve nuk na mundsu si këshilltar. O votuat po ditë kjo pikë është renditës. Faktikisht ne kur kërkuam, ishte edhe një kolege tjetër nga LSDM-ja, një këshilltare që ajo tha për këtë punë duhet të pyetet edhe popullata që jetojnë në komunën e Botelit. Ai pa pyet më shumë edhe më njëherë futi se ata ishin vetë koordinu jashtë, edhe ata kishin vënuar në rendite edhe pa u dhënë hapësirë të diskutohet rreth kësaj teme, ato e futin në votim edhe nga kjo duhet që ato këshilltarët e VMRO DPMS 10 janë gjithsej për këshilltarën ne jemi 19 në atë komunë dhe 10 këshilltarë votuan për që neve në mure drejta më shumë të diskutohet. Atëherë unë kërkova fjalë që kjo pikë, domethënë çka u bën e pa drejt, e pa ligjshme, që të futet në proces verbal, edhe ne prej atij momenti kemi alarmuar domethënë institucionet tona që kemi në për Bashkimin Demokratik për Integrim dhe si kemi bën një komision domethënë o thirr kryesia qendrore. Atje u marr një vendim dhe u bën një komision të punon rreth kësaj problematike. Ka të jurist, ka edhe në koordinatori aty grupi është Izet Mexhiti, edhe në bazë të ligjeve të kemi pa që u thi kushtetuta, u thi badinteri edhe shumë ligje të tjera. Për atë arsye u formu komision edhe ne kemi bërë disa ankimime, të ankimojmë kështu sa për informim. Ne kemi çu anketë deri te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Inspektorati Shtetëror për Urbanizëm dhe Ndërtim, TARI, te Ministria e Veçeverisjes Lokale, te Ministria e Veçeverisjes Lokale, Inspektorati Shtetëror për Veçeverisje Lokale, te Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administrative, Inspektorati Shtetëror i Administratës dhe këshilltari i inspektoratëve. Përgjigje nuk kemi, ne mendojmë që këto përgjigje do të na vanohen, se e dim se te ne çish funksionon gjykata për fat të keq në vendin tonë. Ne do të mundohemi në atë mënyrën ligjore që bazohemi në nenet e ligjit që posedojmë në Republikën e Maqedonisë. Mendojmë që është e padrejtë dhe kjo duhet të parandalohet në mënyrë të jemi të gjithë të gjakftotët, pa marrë parasysh këtu nuk duhet të bëjmë paralele, ku tha i nderuari Albert që këtu një paralele bëhet shumë e pakujdesshme edhe pse dikush ka qëllime politike. Këtu kjo nisëm është, unë do ta them kështu, besoj që kryetari i komunës Botelit nuk është edhe ai në ujdi për këtë nisëm që ka, por këtu ka disa njerëz që ja duan të keqen gjithë banorëve të Botelit. Ai është i pari kryesuesi i këshillit që ka ambicë që të bëhet kryetari i komunës edhe me këtë potes që i prish edhe marrëdhëniet fetare dhe etnik të gjithë banorëve të Botelit, edhe ka ardhur kjo deri këtu, mendojmë që nuk është mirë, edhe Todor Petrovi që nga Mërgata ka sjell këtë në zarm të fugë dhe benzin, mendoj që kjo duhet të largohet, nëse kanë mjete është mirë të binë, domethënë që ne në komunën e Botelit të ndërtojmë shkolla, të ndërtojmë qerdhe, për mirëqenien e gjithë banorëve të Botelit, pa marrë parasysh ato shqiptarë maqedonas, turq apo tjerë. Cila ishte kostoja e këtij kryqit? Si shkryken projekt? Deri sot ne nuk kemi dje ne kemi bërë kërkesën si këshilltar te komuna e Botelit. Sot ora 12 do të na jepet përgjegjësia se në çfarë niveli dhe si kanë rrjedh
donat dhe qishe kanë dhënë atë leje që për ndërtim të atij kryqi, se edhe në qytetin e Shkupit edhe gjithmonë nuk ka një gjë të tillë që mundet të se edhe nëse ndërton diçka, po në pjesë ku bisedohet të kjo neni të 10 të shkafiren, ajo është pajisje urbane, aty përmbahen ka Banka për të do me thonë banka për të ulur, nëse ka për bileta në i kios mu ndërtu ose diçka rreth asaj, po me afat të caktuar që duhet të dihet se kur vendohet edhe duhet të jetë dislokimi i atij që ka ndërtohet në atë vend. Edhe kjo është problemi. Shtash nuk që kemi grupin punus, kemi njerëz që do të angazhohen me këtë, edhe kjo është moment. Pas kësaj do thotë shkojmë në një blok të marketingut, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Zotëri Albert, po kthehemi në pjesën e dytë, çka e pret Maqedonia në afatet që vinë, do thotë na presin zgjedhjet, na presin pastrimi i listës zgjedhore, na presin do thotë disa sfida, me çka do thotë ne duhet të fokusohemi njëkohësisht do thotë edhe në problematikat e marrëdhënieve ndëretnike, mirë po paraprakisht edhe në procesin e zgjedhjeve. Këtu Maqedoni ka një problem thelbësor me përgjegjësi. Nuk ka përgjegjësi. Nëse kryesuesi i Këshillit të Komunës sillet në atë mënyrë, thën ligj, thën norma, thën, ai duhet të ketë përgjegjësi. Nuk ka justifikim për atë. Këtu fatkeqësisht kur ka iniciativa të cilët duan ta tregojnë atë patriotizmin përkundrejt komuniteteve tjera, përgjegjësia shumë shpesh anashkalohet. Kishte ndodhur kjo me ndonjë objekt afarist. Ta kishin bërë dikat, dhe kishin fitur në burg dënjanin. Ai ka thënë ligj, ai para duhet të ketë përgjegjësi. Me zoti, ne kemi qenë në vizitë të Irlandës. Edhe kemi pa kur politikanët tentojnë t'i afrojnë edhe t'i qetësojnë qytetarët cilët janë tensionuar. Ne këtu në Maqedoni jemi një hall të madh, se ne qytetarët çdo herë ndrohemi edhe frigemi, çka do bëjmë politikanët, na fusin në tensione edhe në konflikte. Edhe kjo është një realitet me cilin ne jetojmë. Ajo është sinqerisht problem. Ne nuk kemi këtu tensione të vetë gjenerume ose tensione si pasojë një historiatit gjatë. Tash flas për Maqedoninë. Shkupi është tjetër, Shkupi është më i përzit, tu kemi komunitete të cilat edhe nuk kanë jetuar afër njëri tjetrit, po kemi ne komuna që janë të përzime, nuk ka pas tensione vetë gjeneruar. Çdo herë kanë qenë si reakcion dhe i refleksion i veprimeve të gabueshme të institucioneve. Edhe kjo ndodh këtu tash, një gabim ose një tendencë e kryesuesit të Këshillit që të ketë avancim personal mund të mrihen tensionim të komunitetit që sigurisht që ka pas probleme ne tash, ku ka njerëz gjallë edhe ku janë një kom, një fe, po ka probleme, ajo është pjesë e jetës. Po tensione shprehura nuk ka pas. Edhe kjo duhet insistohet në përgjegjësi, se këto janë objekte sakrale, ju objekte tjera, unë kom qenë në Prag ku ka park të bustave. I kanë marrë gjithë bustat e komunizmit, i kanë venduar me një park, edhe mund t'i dislokojsh. Te objekte sakrale, objekte fetare është problem, ato nëse ndërtohen, është problematike, t'i dislokojsh, prandaj ato edhe tempon e veprimit e kanë shumë të shpejt me qëllim që të mbrin një fazë. Po duke e ditë se përgjegjësi nuk do të ballafaqohen me përgjegjësinë. Unë vetëm t'u tregoj për atë rastin e shumë përfolur që unë nis iniciativa nga një televizion nacional në Maqedoni për mos përdorimin e gjuhës shqipe nga kryetari i komunës Shkupit, kryebashkiaku. Për atë ka përgjegjësi penale. Po ai sillet në mënyrë komode dhe rahate, domethënë nuk reagon natë, edhe pse mbas ligjit mund të shkojë në burg prej 3 vjet deri në 5 vjet. Njëri që mund të shkojë në burg prej 3 deri në 5 vjet nuk sillet komod nëse mendon se mund të përgjigjet. Edhe ki kryesuesi i Këshillit nëse ka bërë diçka, a dikush i ka thonë bën atë nuk do të kesh përgjegjësi, ai e bën. Se duhet të ketë përgjegjësi. Nuk mund të bësh diçka të ngresh tensione, të ketë edhe dame materiale, po ketë edhe dame në marrëdhënie ndëretnike dhe mos kesh përgjegjësi edhe personale. Ashtu që ideja, nëse keni komision, duhet të insistoni edhe në përgjegjësinë, për thyrjen e normave, se Badinteri nuk është, si thonë, Turqi Olmaz. Ajo është normë themelore e kushtetutës Maqedonisë, për çështjet që kanë të bëjnë me kulturën, me traditën, me përkatësinë etnike kështu me radhë, është normë bazale. Edhe ai ka thënë kushtetuta e porrat duhet marrë përgjegjësi, edhe ndërpritet ajo që e bën, se mund të ketë pasoja sinqerisht më afagjate. Mund gjeneron reakcione në gjithë komunitetet Maqedoni. Tash, fillon
në Gostivar, po të bëhet në Shtip, po të bëhet në Kërçov, po të bëhet. Domethënë, kemi një cikël për kot. Pse një kryesues i Këshillit i është premtuar se nuk do të ketë përgjegjësi, ai duhet të ketë përgjegjësi. Për çdo gjë që ndodh mbas të asaj pune që ka bë, ai duhet të mbane përgjegjësi personale, kolektive, kushdo që ta ketë bë. Edhe nëse ne termin e përgjegjësisë nuk e imponojmë në jetën politike, ne në Evropë s'kemi edhe çka kërkojmë, se thjesht nuk na pranon. Evropa nuk pranon shtete me institucione të marruna, me institucione ku një grup njerëzish nuk kanë përgjegjësi, tjerët kanë, se ai nuk është shtet demokratik. Vlera bazale e demokracisë është implementimi i ligjit. Prandaj, këtë lidhi me ku shkon Maqedonia. Maqedonia ka ta shansin historik të mbas pavarësimit që të hyjnë binaret e drejta me punën e prokurorës speciale. Ka shansin historik të tregoj se ato që bëjnë gabime do të mbajnë edhe përgjegjësi. Me ato reforma në cilët insistohet tash edhe prej partnerëve ndërkombëtar, me qëllim të ndërtimit të institucioneve stabile edhe të pavarura, kemi shans të hyjmë një shoqëri demokratike, një shoqëri civilizume dhe qytetërume. Nëse ajo ndodh, ne realisht atëherë do ta kemi vendin në Unionin Evropian. Po nëse ajo nuk ndodh, nuk na ka fajin neve Unioni Evropian. Shifni, Unioni Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës harxojnë mjete materiale, resurse njerëzore, nerva, kohë, për të na ndihmuar neve të kalojmë diçka që objektivisht Maqedonia mund të kalohet. Nuk mund ne të themi se Maqedonia nuk mund t'i bënë institucionet e pavarura. Maqedonia mundet, po nuk ka vullnet politik, se u vinë makollaj ti marrin, ti privatizojnë institucionet që të punojnë për interesat e tyre, edhe na dëmtojnë gjithëve neve si shoqëri. Domethënë nuk është këtu shoqëria se nuk ka as vizion e as kulturë për të ndërtuar ato institucione që janë konform standardeve evropiane. Ne mundet kemi disa, si të ish pasoja të sistemit kalum, që na kanë do dallime me qytetërimet evropiane. Po në përgjithësi, këtu qytetarët dinë se gjykata duhet jetë e pavarur, institucionet duhet jenë në veçme, duhet të udhëheqen mundet nivelet më të larta persona politik, po duhet jenë të pavarura dhe të mund të funksionojnë siç e kishim në Belgjik, ku s'kishte qeveri 5-16 muaj, po shteti nuk ra, domethënë nuk u prish, se funksionoshin institucionet. Këtu ne edhe si shoqëri fillojmë ta ndërtojmë atë filozofi se nëse ndonjë udhëheqës i ndonjë institucioni politik nuk është aty, institucionet do të bijnë. Ju shihni edhe atë diskursin që e bën, për shembull, gjithë ato përmbajtësit e ish kryeministrit e bën një bauk, një filozofi të madhe se nuk është ai kryeministri, kemi kryeministër tjetër. Sikurse dikush ja ka marrë VMRO-s mandatin. Kryeministri i Maqedonisë, edhe pse teknik prapë është prej VMRO-DPMN-s, VMRO-DPMN-ja nuk është dëmtuar se është ndru kryeministri, po të ne tentohet të personalizohet. Personalizohet se institucionet personalizohen, edhe ato na bëjnë kështu situata ku dikush nuk ka përgjegjësi, dikush bën ndonjë gabim të vogël shkon në burg, edhe prishet sistemi, se prishet edhe besimi te institucionet. Atëherë çdo kush tenton që të drejtën e vet ta realizojë me proteste, me ankimime, ta kape kohën, duke e ditë edhe ato që e bëjnë, edhe këto që protestojnë se ai që e bën gabim. Ai thën ligjin, por e thën në mënyrë komode se beson se nuk do të ketë përgjegjësi. Që ajo është. Zotërisni, keni qenë lider i një subjektit politik, ajo pika e zezë vazhdimisht ka qenë sidomos tek partitë opozitare, do thotë pastrimi i listës zgjedhore, nuk kemi pas zgjedhje të lira, fair dhe demokratike. S'paku po supozojnë ato çka kanë thënë partitë opozitare. Ku ka duhet të fokusohemi tash? Të përqendrohemi do thotë tek cikli zgjedhor që na pret përpara, apo t'i japim kaje këtyre provokimeve, atë të thujmë ashtu? Shëve, në shoqëritë e civilizuara, që kanë për parim, bazë, ideologjien që e përcakson demokracia, unë mendoj se gjitha çështjet mund të tejkalohen pa ndonjë përplasje të përmosave që shkaktojnë tronditje, dridhje, të cilës do shoqëri në cilin do shtet. Por në kuadër të krejt lëvizjeve, pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe kur ra bloku socialist i udhëhequr nga
Bashkimi Sovjetik, ndodhen ndryshime. Ato ndryshime tash në shumë vende përfundon me konfrontime, me lufta, me përplasje. Në disa vende, në mënyrë paqësore, u gjet gjuha e dialogut, u gjet zgjidhja më e përshtatshme edhe më pak e dhimbshme për t'i tejkalu gjitha ato barjera që i krijoi ai sistem të në gati mbi 50 vjet në Jugosllavi. Po fatkeqësisht në Jugosllavi ndodhi një konflikt. Ai konflikt shkaktoi përplasje ndëretnike mes shumë popujve që ishte në theksin e veçantë dominimi, hegemonizmi i disa personave, figurave të cilët u instaluan dhe donin domethënë që të kontrollonin gjithçka nëpërmes disa metodave që koha bashkëkohore nuk i toleron më. E tash në kuadër të gjithë asaj që parashtrohen si çështje, unë përsëritem te shoqëritë. Ndryshimet ndodhin në aspektin revolucionar. Revolucioni është që i përshpejton ndryshimet. Ki edhe në aspektin evolutiv. Në aspektin evolutiv, ato shkojnë më ngadalë, por janë më pak, domethënë, dhimbshme. Te ne këto faza të ndryshimit, të tejkalimit, që i kemi përjetuar si po flas për Maqedoninë dhe gjithë Ballkanin perëndimor, më duket se kemi lënë aq zbrasina që sot neve janë kanë kushtojnë, sepse institucionet që kanë marrë përgjegjësinë më herët edhe sot që veprojnë, nuk janë domethënë nuk e bartin përgjegjësinë në pikësparë ndaj qytetarëve, sepse qytetarët janë të shenjtë, populli është i shenjtë mbi gjitha. Edhe tash duhet të shikohet nga ai aspekt, nga ajo prizëm. Këtë drejtim ne kemi domethënë defektet mëdha dhe flasim për diçka që është krejt e parafort me, edhe patjetër duhet të jetë e parafort, edhe patjetër duhet si ne për çështje që janë shumë të rëndësishme për zhvillimet e matutshme demokratike, që pikësparë në rend parë janë zgjedhjet. Por ne nuk i kemi plotësuar kushtet elementare edhe sot që të kemi zgjedhje demokratike të lira që t'i njohë popullata dhe strukturat politike të cilët janë pjesë e pazarit politik dhe konkurrojnë, e ku mo tash t'i njohë Evropa. Tu kanë pas keqpërdorime, kanë ndodhur skandale të mëdha në gjitha ciklet zgjedhore dhe ligjet që ashtu që janë nuk funksionojnë, bëhen mallvërzime të mëdha dhe tash në këtë situatë të tensionuar, kur bëhen provokime të rënda, edhe në aspektin projektet që janë kundërshtim me interesat e përgjithshëm të qytetarëve, ne folëm për Krishin, që është një provokim shumë i rëndë, tash duhet ta kuptojmë. Tash do të ketë zgjidhje, do të ketë çish do të përfundojë. Ne këtë e dimë se si kanë përfunduar projekte tjera dhe këtë do të përfundojë. Tash luhet një lojë taktizim me popullatën, me njerëz të cilët partitë e caktuara i kanë bazë mbështetëse për shkuar në zgjedhje. Tash këtë drejtim ka mangësi. Nuk ke një qasje të qartë, një vizion që i afrohet qytetarëve, që ka për synim të ardhmen evropiane të Maqedonisë, që ka për synim zhvillimin ekonomik, që ka për synim zgjidhjen e problemeve sociale dhe ndaljen e fluksit të migracionit të shtërive, që është një çështje shumë diskutabile. Këtë drejtim shumë pak punohet, por më tepër provokohen qytetarët në aspektin e përcaktimeve ideologjike, që është temë shumë e ndryshme, dhe në këto momente kur gjendemi para zgjedhjeve, tash ndodh diçka që është shumë provokative. Dhe të shkosh në zgjedhje dhe të vërtetë se ke me pas zgjedhje të lira, të qeta, që i preferon Bashkimi Evropian dhe shumë shtete të perëndimit që kanë një demokraci historikisht të verifikuar nga gjithë bota, është krejt nonsens edhe e pa kuptim në këto rrethana. Tash bëhet fjalë në Maqedoni se ishte e marrëveshja e dy qersharit, nuk u pastru lista zgjedhore, nuk u soll ligji për mediat, u taktizu, u lut një lojë shumë
tash që është në kundërshtim me perspektivën e këtij vendi, që kur e kemi parasysh që ajo marrëveshje ka për synim zgjidhjen e problemeve që u krijuan me aferën e përgjimeve. Ndodhi ajo. Por harrum se gjithë si shqiptarëne, se krahas problemeve që ballafaqohet Maqedonia, ka edhe problemin shqiptar të pazgjidhur. Këtë dojmë të dim apo s'dojmë të dim. Kjo është një realitet. Një ditë prej ditëve, unë mendoj se pjesë e madhe e qytetarëve të përkatësisë maqedone nacionale janë të gatshëm të gjejnë një zgjidhje me shqiptarët dhe të jetojnë bashkërisht, se dhe ato janë lodhur nga problemet ekonomike. Por politika zyrtare punon në kundërshtim me interesat e qytetarëve. Është ka punon edhe në kundërshtim tash edhe për realizimin e gjithë asaj që e quhet marrëveshja e 2 qershorit. Pengohet gjykata, kjo prokuroria speciale. Institucionet janë në kontrollin e qeverisë. Do të thënë kontrollon gjithçka, policia e kontrollon qeveria. Mandej shumë çka, mediat një pjesë madhe e kontrollon qeveria. Pjesët tjera që se kontrollon janë në mëshirën e fatit të tyre dhe kanë probleme serioze. Këtu do të thënë shumë jemi larg demokracisë, shumë jemi larg proceseve evrointegruese nga ajo që janë standardet të pa shkathojnë këto kontestueshme dhe nuk mundimi të hikim asaj përgjegjësie. I kthehem asaj ku e thash se kjo shoqëri që është e ndërtuar me institucione të korruptura deri në fund, me institucione ku dominon grupet të caktuara, klane, për interesat të caktuara, ku interesi i qytetarit është shtrinj për toke, është vështirë të pritet një zhvillim demokratik, është vështirë të priten ato rezultate që synon Bashkimi Evropian. Dhe prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm, duhet të kemi një qasje më të praafërt, mos të mësohemi vetëm me kritiku, por nga kritika të nxjerrim diçka që është në funksion të zhvillimit, të zgjidhjes së problemeve dhe të zhvillimit të vendit. Në Maqedoni është një e vërtet që duhet ta kuptojë çdo qytetar. Nëse Maqedoni nuk hapën çështjet me interes thelbësor, me interes që prekin perspektivën e këtij vendi të ardhmen dhe ofrojnë një vizion për një Maqedoni multietnike, për një Maqedoni e cila është ashtu si është, kjo përbërje nuk mund të ndryshohet. Dhe duhet ta pranojmë këtë realitet, unë mendoj se do ta kemi vështirë. Derisa shqiptarët trajtohen si qytetarë të rendit të ditë, derisa shqiptarët vujnë burgje me procese të montuara, derisa shqiptarët kanë lloj-lloj situata për jetojnë tranda, unë mendoj se nuk i shkon në interes as njënit prej Maqedonëve dhe jam thellë i bindur se qytetarët e lirë, një pjesë e madhe e Maqedonëve nuk e dojnë këtë. Prandaj, këtë rast, këto zgjedhje si do të jenë, a do të jenë demokratike, nëse shkohet pa u plotësuar kushtet e marrëveshjes së 2 qershorit, që faktori ndërkombëtar perëndim ka dhënë, ka investuar shumë dhe ka kërkuar me çdo kusht që ajo marrëveshje të plotësohet, edhe pa funksionimin e gjykatës prokurorisë speciale, pa u trajtuar ato landë ku kanë marrë vlerësim nga ndërkombëtarët se aty ka një kriminalitet të madh, një krim të organizuar nga vetë strukturat shtetërore, ne vështirë të kemi zgjedhje me 5 qershor, zgjedhje të lira dhe demokratike. Si çdo herë që ka ndodhur janë përsërit shumë çka në Maqedoni, do të ketë edhe kësaj radhe një përsëritje, a Maqedonia është momenti kur ka nevojë për ndryshime. Maqedonia është momenti kur t'i hape gjitha rrugët e perspektivës për gjithë qytetarët dhe mos jetë e ngarkuar me një nacionalizëm mesjetar dhe të insistojë me çdo kusht të imponojë një ideologji që është në kundërshtim me pjesën më të madhe të kësaj, një pjesë madhe të popullatës që janë shqiptar, dhe të bëjë provokime. Kujt i shkon në favor? Me cilin sens ato punojnë, cili është interesi edhe i qeverisë që i bën këto gjëra dhe i skenon këto ngjarje për të krijuar uti dhe për të krijuar taun pa besueshmëri te një pjesë e madhe e qytetarëve siç janë shqiptarët. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe politika e papërgjeshme deri tash që është treguar.
Ke një qeveri të koalicionit që kanë shumicën, mazhurancën e kanë, për të sjellë gjithë shka që është në favor të qytetarëve. Po jo me këto provokime, vjen Kriqi, vjen Qetra, vjen Shkupi 2014, u realizu, ndodhe, e që ndodhe. Ndodhin Kriqet, vetë në aerodrom janë Shkup. Edhe në Butel tash ta vend. Nesër ku e di ku e vejnë. Mund vjen keq, me keqardhje, shëntarët janë gjendën para një aktit kryer. Kanë qenë një situatë shumë palakmueshme. Tash ki qytetari edhe gjithë ato 4 qytetarë mundohen ta marrin këtë përgjegjësi sa duhet ta marrin sa i takon. Por kjo politikë është zhvilluar në kulisat e partive të saktura VMRO, BDI. Kjo është një fakt, edhe duhet, në nuk duhet ngërojmë, mos u gutni, kërkojnë ndjes për këtyne që për ju marko. Shqipe, dërsa ne mundohemi të hikim përgjësijës, dërsa ne lejojmë të ndodhe gjithë shka dhe hamës ja thonë filanit se piprishi raportet. Ne nuk kemi një Macedoni që është në interes të qytetarëve. Nuk do të kemi një Macedoni që do tjetë që të ta paraqesë një të ardhme me perspektivë për gjithë gjeneratat e reja. Kështu ne nuk mundemi të përballojmë këtine përplasjeve, këtine provokimeve, qoftë në baza etnike, qoftë edhe në baza fetare. Këtu janë çështje të cilat duhet të paraqesim jo vetëm në formë deklarative, jo vetëm me kritika, se nuk duhet të mësohemi veç të kritikojmë. Funi jemi çato që jemi, por duhet të afrojmë zgjidhje për gjithë këto probleme. Pajtohen partitë politike të dy blloqeve shqiptare dhe maqedone. Duhet të gjejnë një gjuhë të përbashkët, të ulen edhe njerë për gjithmonë të shmangën këtine çështjeve që i takojnë të kalurës shumë të vjetër të qenë mesetare. Identiteti nuk ndërtohet në dëm të tjerëve. Unë përsërithem, nuk duhet të prodhojmë politika që çojnë në kundërshtim mes di komuniteteve, në përplasjen mes di komuniteteve, shqiptar dhe maqedon, sepse kjo nuk i kontribon interesit të këtij shteti që është shumë i vogël. Edhe duhet kemi raporte të mira njerëzore, se nesër unë duhet shkoj i lirshëm në Strumis, në Vallandov, kudo. Pse mos jemi lirë? Po edhe i Vallandovës duhet vije, kudo, në qoftë në Kumanov, në qoftë të i lirshëm dhe zhvilloje biznesin, zhvilloje ajo që është jetë e përditshme, të ndihmoje me forma të caktuara që janë në bashkëpunim, se ne jemi di komunitete që bartin përgjegjësi, duke mos i harruar edhe komunitetet tjera që janë po ashtu me peshë dhe domethënës për të ardhmen e këtij vendi. Kjo është gjithë. Ne po kthehemi te ju, keni formuar tash një këshill sfundi, cilat janë hapat më konkrete, keni pas takime gjithashtu, keni bën një vizion apo një trajektore, keni shtruar se ka do të ecë ky proces. Edhe thjesht ka pas edhe nga pala maqedone gatishmëri të ulen, të bisedojnë me ju dhe gjendet një... Unë prapë duhet të flas në cilësinë e këshilltarit të komunës Butel, se fundit ne jemi votuar nga popullata e Butelit për të mirën e gjithë banorëve që jetojnë aty. Në atë komunë jemi multietniciteti është në atë komunë që më shumë bashki, domethënë fetare dhe kombëtare që jetojnë. Dhe ne të gjithë kemi dhënë një betim që do të angazhohemi për të mirëqenien e gjithë fëmijëve dhe të gjithë banorëve që jetojnë në komunën e Butelit. Edhe unë kam obligim atë ta them, edhe jam munduar dhe të mundohem deri ditën e fundit, po me kësi anashkalime nuk do të pajtohem asnjëherë. Edhe më vjen keq se disa, domethënë, pranë pash një analist ku bën paralele shumë të keqe Ramadani. Unë nuk pajtohem me atë kursesi, nuk duhet pajtohem edhe nuk duhet të futet në rend të bisede mes Shqiponjës dhe mes Kriqit. Mu më vjen keq, po nëse shkojmë ka ona simboleve kombëtare, domethënë ata kanë nuk gjithandej. Ne asnjëherë nuk kemi kundërvuar, nuk na ka pengu simboli kombëtar i maqedonëve, po edhe ative nëse neve na respektojnë si kombë dhe nëse duan bashkëjetesë, ai duhet Shqiponjën, se Shqiponja nuk është e sodit. Shqiponja është edhe para Skënderbeu, edhe mbas Skënderbeut. Advetarët tonë dhe kombasit tonë kanë lënë me gjakat. Domethënë ajo është një e vërtetë. Edhe nëse ai nuk më respekton, që të bashkëtari jem, nuk më respekton as simbol. Edhe sot dikush del, dhe një analist, edhe ta thote në atë mënyrë të bëjë paralelen mes, nuk duhet diskutohet, çka kemi me diskutuar rreth Kriqit, edhe domethënë
feja edhe kombi janë diçka veçanta. Ndaj, po jo ndërprej, keni pas Maqedon do thotë ka do thotë komunitetit Bashtu, Maqedon bashtu. këshilltar. Si është pikpamja te ato? E kanë paragjyku do thotë vendosjen e Shqipërisë si provokim apo cili është vizioni i tyre? Bashkë këtu ishte edhe esenca dhe këshilltarët e LSDM-s. Do të thonë asnjë nuk ka votu për ndërtimin e atij kryqi. Nga këshilltarët e LSDM-s, një ka votu kundër. Do të thonë që është për ajo shifet aty, do të thonë ka stenogram, mundet të mirën ato gjithçka bisedu aty, edhe faktikisht ajo tregon që ka banor të komunës së Botelit që ja duan të mirën vetë fëmijëve vetë edhe gjithë banorëve që jetojnë aty. Edhe unë duhet të apeloj nga këtu që gjithë ta marrim këtë gjë me gjaktësi, pa marrë parasysh epilogin si të mbaron. Po nëse do të pritet kjo dhe mendoj që do të ndalohet, se është krejt jashtë ligjit që mundet të bëhet një gjë e tillë. Edhe këtu nuk duhet kurkush të jetë fitimtar ose humbas. Mendoj që nëse kështu mendoj, gjithë banorët edhe gjithë politikanët, mendoj që kjo në mënyrë njerëzore edhe do të tejkalohet ky problem, se nuk është një problem i madh. Ne asnjëherë s'kemi pas në sozat feve këtu konflikte se Po kërkoni zgjidhje do thotë të qetë. Keni marrë hapa konkret pse do thotë fillohet prej protestës. kështu. Protesta është në rruga e fundit nëse nuk përfillet çështja e dialogut, do thotë ai rruga e dialogut. Keni kërku, do thotë ju si këshill takim me kryetarin e komunës, me këshilltarët e VMRO-s që tulen dhe të bisedojnë për këtë çështje? Ne si këshilltarët me thonë, nuk mund me thonë që ne kemi kërkuar dhe nuk kemi ne ata që mund të parandalojmë se na ata nëse ata na kishin marrë parasysh qëndrimin ton, ata u deshka aty për aty ta lanë atë pikë të rendit ditës për seancën e ardhshme dhe të diskutohet, na sillin materialin edhe më pas asaj ne të diskutojmë aty. Po ne si subjekt politik, do të thonë më i madh i Bashkimit Demokratik për Integrim, kishte një mbledhje në Selin të Tovës edhe aty u ka da grupi punues, komisioni që duhet të mirët në këtë çështje me juristë, me të gjithat lëmit të ndryshme që janë në prostitucione, edhe kemi bërë, domethënë kimimet i patë edhe vetë, i lezova më herët, që duhet të parandalohet, edhe për shtash të shkojmë edhe nga ajo me protesta, po protestat janë paq dhënëse jo në një mesazh anti-fetar apo kombëtar, të shkojmë në mënyrë të njerëzore të dalim për aty të thojmë atë realitetin. Unë edhe dhash një ditë një deklarat para në Allsat, ku thash definitivisht këshilltarët e VMRO DPMN-s e prishën atë bashkëjetesën edhe nuk duan të jetojnë sikur që duket disa, do të thonë me shqiptarët edhe me të tjerët në komunën e Botelit, po kjo mundet të na zgjarohet edhe në Republikën e Maqedonisë gjithandej, që nuk ja duam atë shtetit tonë edhe vendasëve tonë pa marrë parasysh se cilit nacionalitet janë këta. Okej. Faleminderit shumë. Do thotë kjo ishte edhe pjesa e dytë e misionit, pas një bloku të publicitar kthehemi në pjesën e tretë të misionit. Zotëri Albert, po kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, cilat do të ishin hapat e Maqedonisë për një rrugë eurointegruese. Do thotë i lëm pas gjitha këto elemente dhe të vazhdojmë do thotë në rrugën e eurointegrimeve, të kemi një cikël zgjedhor ferr dhe demokratik të pranueshëm për gjitha partitë politike dhe me këtë dinamik do thotë ecim mos t'i kthehemi mbrapa se po na kushton më shumë si duket qytetarit pikërisht. Vetë fakti se gjithë partitë politike eurointegrimet i kanë programe dhe marrin vota për qytetarëve, është një refleksion se qytetarët e Maqedonisë janë të interesuar për integrimet euroatlantike. Pavarësisht këtu se nëpër media ne tash dëgjojmë euroskepticizëm, nuk janë për antarësim NATO, nuk ka parti politike në Maqedoni i cila eurointegrimet nuk i kanë program. Nëse dhe një parti besonte se në Maqedoni ka vullnet anti-NATO dhe anti-Union Evropian, do të kishte qenë program do t'i merrte votat, se partitë politike i përshtaten kërkesave të qytetarëve. Maqedonia nuk ka opcion tjetër. Nëse Maqedonia do të vazhdonësisht aty pavarur i këtij formati, duhet tu drejtohet reformave edhe Unionit Evropian, se është mënyra më e mirë për të stabilizuar institucionet edhe për të siguruar qytetarët me një mundësi për mirëqenie jetësore. Tash kur jemi te zgjedhjet, këtu kriju opinion se zgjedhjet janë dalja prej krizës. Zgjedhjet në Maqedoni, konform marrëveshjes Përzhinës, raportit Pribes, ishin një prej mekanizmave cilët Maqedonisë
do t'i ndihmojnë të dalë pra asaj krize politike edhe institucione në të cilën gjendeshte. Domethënë nuk janë vetëm zgjedhjet ato të cilat do ta nxjerrin maqonin për krize. Zgjedhjet të ferë dhe demokratike do t'ja kthejnë mundësinë maqonisë që te qytetarët kthehet besimi te legitimiteti i institucioneve. A nuk është ajo garancë për maqonin demokratike? Garancë për shans për maqonin demokratike në gjithë ato reformat të cilat u kërkuan prej raportit Pribes edhe gjithë ato të cilat u bën me marrëveshjen e Përzhinos. Nëse ato përmbushen, pra ne unë pare se përmende edhe prokurorin speciale. Prokuroria speciale, nëse punon si duhet, nëse nuk ka obstruksione, do të na bind gjithë neve qytetarëve se maqoni ka drejtësi. Se nëse një maqoni, e si e ndigjon bombat, si që shohim edhe këtë televizjet e fundit, me gjigjin kushtetues, me lëvizjet që i bën këshilli i prokurorëve, këshilli gjyqësore kështu me radhë, e shohim se nuk ka drejtësi të njëjtë për gjithë. Prokuroria speciale jep shansën maqonisë që t'i bind qytetarët se është me drejtësi për gjithë. Ndërsa reformat tjera japin shansën institucioneve të vetësohen edhe të ndërtohen si institucione të pavarura, jo të jenë varura prej politikës. Prandaj pika e tretë edhe te kërkesat e Unionit Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte prap insistimi në ndarjen e partisë prej shtetit. Mos harroni, ne kemi kryeministër teknik, ndërsa ma prezent nëpër media është prap ish kryeministri. Domethënë ajo logjika, ajo mënyra të mendimit, të barazimit partisë me institucionet duhet ndryshon. Ajo është karakteristike një sistemi shumë të kaluar. Ne jemi rrit në sistemin komunist, ku dihesh, partia e shtetit ishin një, edhe ai sistem nuk ishte funksional. Prandaj ai edhe u shpërbë, prandaj fitoi modeli demokratik, se është ma i përgjegjshëm edhe gjithë ato që punojnë, duhet punojnë për shtetin, ajo për partinë e vet. Domethënë maqonia shansën e vetme, tash me them unë të vetme, se mund të mbaron edhe me një marrëveshje tjetër, po maqonia shansën reale për të filluar të dalë prej asaj krize institucionale në cilën gjitesh, është t'i bëj ato 3 reformat për afatin i cili na ngelen deri në 5 qershor. Ato mos i lejojnë asnjërs palë pasi të mund ta kontestojë procesin zgjedhor. Procesi zgjedhor të vazhdoj ashtu siç duhet. Tash kanë zbuluar edhe një term tjetër, do të thënë tjetër proces zgjedhor kredibil dhe i pranueshëm, edhe të hyjmë në qeveriere e cila do të formohet, të marrë për obligim në mënyrë sa më të shpejt të implementojë gjithë ato reforma të cilat janë marrë si obligim. Mos harrojmë, kjo filloi prej përgjimeve, ne akoma nuk jemi të sigurt si qytetar a kanë mbaruar përgjimet. Ka hala dilema, dyshime se përgjimet kanë vazhduar. Se gjithaj sektor, i cili ishte një pjesë e madhe e raportit Pribes, nuk është reformuar konform rekomandimeve të cilat kanë qenë pjesë. Marrëveshja për media është dashur të bëhet në shtator, Komisioni Shtetor Zgjedhor duhet të bëhet një tetor, domethënë kemi një papërgjegjësi totale prej një elite politike e cila është nënshkruese e marrëveshjes Përzhinos. Nuk mund për marrëveshjen e Përzhinos fajsohemi ne nuk e kemi nënshkruar. E kanë nënshkruar ato, edhe kanë zgjedhur për shembull një prokurore speciale, e cila prokuroria speciale është ligji me konsenzusin më të madh në Maqedoni. Nuk ka ligj i cili ka pas vetëm një kundër ose të përmbajtur e gjithë tjerët pro. Edhe nëse atit ligji, asaj prokurorie i bëjnë obstruksione, atëherë mund paramendosh ka ndodhur me ligje tjera të cilat janë mbruar me ndonjë shumicë ngushtë. Prandaj them, Maqedonia e ka shansin tash të implementojnë këto 3 pika, të cilat janë nevojshme edhe të cilat janë të logjikshme. Shif, ne gjithë si qytetar kemi dhënë lek të mëdha, të holla të mëdha, që qeveria të bënë kampajnë nëpërmjet mediave për përfitimin e vet. Po s'ka ajo. Qeveria nuk ka konkurrencë për të bëne reklamime. Ju jeni medium. Këtu bëjnë reklama afaristët cilët duan të reklamojnë prodhimin e vet kundër konkurentit. Unë nuk besoj se asnjë afarist i cili është monopol bën reklamim, s'ka nevojë, se nuk ka konkurrent. Domethënë, ka qenë pa logjikshme edhe suma të mëdha janë harxhuar siç i pam, për shembull, edhe disa statistika që na tregojnë sa të holla sa të mjete materiale kanë marrë disa prej mediave elektronik pare tona, domethënë ajo duhet hiqet. Gjithë ato reforma nëpër media të cilat përfolen janë reforma të logjikshme. Ka këshill programatik në MRTV,
i cili është i partizuar. Ai duhet jetë këshill programatik. MRTV është ju keni deri ku të drejtë si medi privat, keni edhe preferenca. Ato duhet të jenë profesionale, se edhe ju jeni medi publik, po keni drejt, keni preferenca. Pa ai servisi publik nuk ka drejt, se ai përfaqëson gjithë qytetarët. Imagjini, nuk janë gjithë qytetarët me dy subjekte të cilët janë qeveri, prandaj duhet jetë objektiv. Ajo sigurohet nëpërmjet këshillit, ai këshill nuk reformohet. Ka agjencioni për mjete elektronike, edhe ai nuk reformohet, domethënë janë reforma të cilat mund të bëhen. Nuk ka justifikim se nuk mund të bëhen, a justifikimi i cili përdoret është në gjendet ndonjë model evropian. Që modelet evropiane janë të rregullimit të mediave janë të bazuar një shtet normal edhe një shoqëri normale ku mediat janë profesionale. Këtu te ne u morën në çadrën e vete, u korrumpuan me suma të mëdha të holla, shtat pritet model evropian. Ato duhet të reformohen, mbrin nivelin ku mund vetë rregullohen te pjesa programatike, edhe pastaj të lehet atëherë të bëjmë ligj evropian. Po neve na nevojitet një ligj i cili do të pamundësoj dika nëpër mediat, për shembull, cilat janë më të afërta me do të të jetë edhe diskriminues ndaj një komuniteti e mos ketë përgjegjësi, se ne kemi pas edhe ashtu raste. Domethënë, janë këto 3-4 elemente të cilat duhet të rregullohen te sfera e mediave. Asa për lista zgjedhore, pavarësisht se ne gjithë çka jemi tu fol, u arrit që të formohet një këshill komision shtetëror zgjedhor, i cili relativisht ka edhe pjesë neutrale në vetë. Edhe për mu, kur do të dalë komisioni shtetëror zgjedhor me qëndrim, se lista do t'i pastrojmë, deri në këtë datë, ajo është e pakontestueshme. Nuk do të tas pozitë edhe opozitë. Pikërisht aty deshta edhe të ndërhyj, më interesoi urdhën. Shifem, kuptohet se ne jemi para një sfide shumë të madhe. Maqedonia ballafaqohet me probleme serioze. Maqedonia ballafaqohet me një krizë institucionale, shtetërore. Maqedonia ka vërejtje nga shumë raporte që vinë qoftë nga Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe nga Bashkimi Evropian. Por ne shqiptarët kuadër të krejt këtij procesi, se ne kemi përgjegjësinë edhe në ndaj popullatës së ndaj vendit ku jetojmë. Në kuadër të gjithë çështjeve që po debatohen, edhe po pritet se marrëveshja e di qershortit do të jetë zgjidhje e shumë probleme. Unë jam skeptik. Ndoshta nuk kam të drejtë, thash Zotit që mos të kem të drejtë, por duhet të kemi një parasysh, se është një bazë e mirë që institucionet e shtetit të morin përgjegjësinë të pastrohen nga shumë dukuri negative që kanë shkaktuar defekte të mëdha në funksionimin e shtetit. Europa ju kisha lutë shkurt se 5 minuta Europa ka standarde, duhet t'i plotësojmë ato. Maqedonia duhet të ketë funksion të sistemit drejtësisë. Domethënë ku gjykata do të jetë shumë funksionale e pa korruptuar dhe pa ndikimin e politikës. Maqedonia duhet të ketë një polici konform standardeve evropiane, e cila nuk do dominohet nga politika dhe nuk do dirigjohet për shumë raste. Maqedonia duhet të ketë media të lira, pa kontrolluar nga institucionet e shtetit. Por Maqedonia, krahas krejt këtyre çështjeve, Maqedonia duhet ta zgjidhë një problem që është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e këtij vendi. Duhet të ulet edhe të hapet çështjen shqiptare. Edhe një herë të shohë se ky popull nuk mundet ta përballojë këtë gjendje, këtë trusni, këtë presion i cili nga gjitha format vjen dhe për çdo ditë e shton mllefin ku një ditë prej ditëve durimi do të ketë fund. Maqedonia ka përjetuar një ngjarje të 2001 që nuk do asnjë qytetar të përsëritet, ka qenë ngjarje e dhimbshme, ka shkaktuar shumë plagë, por në Maqedoni vazhdojnë disa ngjarje të cilat lanë po ashtu plagë dhe kanë synimin që një ditë prej ditëve situata përsëri vjen në atë shkallë dhe të tensionohet. Kujt i kontribon ai? Cili do të jetë interesi i këtyre qytetarëve? Interesi i qytetarëve është shumë i qartë. Të luftohet korrupsioni, krijohen kushte stabile për një jetë normale për gjithë qytetarët, para ligjit ligji të trajtohet ti trajtojë gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë, janë në mënyrë selektive, gjykata të funksionojë
mbas ligjit, të respektohet kushtetuta, të respektohen gjitha ato që janë në funksion të mbrojtjes së drejtave, në funksion të zhvillimit të proceseve demokratike, në funksion të reformave. Dhe ajo është synimi. Në kuadër të gjithë kësaj, unë përsëri po them. Maqedonia gjen rahati. Maqedonia është një shtet i vogël dhe do të jetë me perspektivë, ka resurse, ka kapacitete, por jo me këtë politikë e cila në fundin krije e dhonën mas avanturave, mas çështjeve të cilat i kanë shkaktuar dhimbje të madhe gjithë qytetarëve. E sidomos shqiptarët i kanë sjellë në një situatë që nuk e di se çka mund nesër t'i prese. Prandaj nuk duhet të mirëm vetëm me çështjen që ka ndodhur në botë, se janë shumë çështje që nuk duhet motivin. Kjo çështje duhet shikohet në mënyrë institucionale se ato që e kanë sjellë këtë gjendje duhet ta zgjidhin. Edhe të shumë çështje tjera dhe asnjëherë, për asnjë milimetër, çfarë do institucione që do të vinë, që do të formohen, udhëheqësi që qeveri do të formohet prej zgjedhjeve që do të vinë tashme, pas zgjidhjen e problemit shqiptar këtu. Pa të drejtën e shqiptarëve të barabartë me Maqedonë, nuk ka perspektivë ky vend. Ky vend gjithmonë është në presion politik, në një situatë shumë tensionuar ndërretnike, prandaj këtë çështje duhet vend tavolinë, pa i dëmtuar të tjerë, të hapën këtë temë dhe të ndërtohet një projekt i përbashkët për një Maqedoni evropiane, për një Maqedoni drejt Bashkimit Evropian, drejt NATO-s, se plot gojen i evrointegrimit, plot gojen NATO, me çka? NATO-ja as Bashkimi Evropian neve nuk na pranon. Me këto konflikte, me këtë situatë. Kjo është jemi në fund, naim ty kisha dashur të bë në 2-3 minuta do thotë na elaborojsh atë trajektorën, po na intereson shumë. Çka duhet të bën do thotë ky këshill që e keni formuar, cilat janë hapat më të vjeshme? Kërkojnë ndjes. Për shembull, nuk e zgjidh ai këshill problemin e Krishtit. Duhet zotohen pasi është formuar. Nuk e zgjidh. Ajo është vetëm për mos zgjidhjen e problemit. Qeveria, partnerët e koalicionit që e bëjnë mazhorancën, ato duhet të ulen të bisedojnë cili është synimi i këtij. Çka sjell? Urdhno, kërkojmë. Faleminderit. Kështu, unë duhet ta hek një dilemë që këtu nuk bëhet fjalë që ka pas ndonjë marrëveshje si kesh përdoret biseda gjithkund, jo këtu, po ashtu ndëgjojmë edhe nëpër medium edhe nëpër portale të ndryshme. Një të jetë e qartë, kjo nisëm ka dalë nga data e 18, domethënë, të muajit të dytë. Dhe mbreda 5 ditëve, domethënë me kërkesën e Todor Petrovit, ka ardhur kjo deri në kjo qasje që të përshpejtohet kjo situatë. Ne duhet zbashkarisht, kur thonë gjithat partitë politike pa marrë parasysh se kjo nuk është një gjë që ne duhet të fitojmë politikisht ose dikush tjetër për sa të keqen që na ka ndodhur neve tash, dikush të fitojë politikisht. Unë kisha apeluar dhe nuk është mirë ne të mirëmi me kësi gjëra. Ne duhet të kontribuojmë nga e mira për gjithë banorët, për gjithë qytetarët, për gjithë fëmijët që banojnë pa marrë parasysh se ku ne duhet një jetë më të mirë për fëmijët tonë. Ne duhet një bashkëjetesë në Republikën e Maqedonisë. Ajo shka ishte. Ne nuk duhet ta kthejmë krije mrapa çka ka ndodhur, por ne duhet të ecim me hapa të shpejt përpara, të shkojmë në Bashkimin Evropian edhe të kemi një ardhmëri më të mirë për gjithë fëmijët tonë edhe për neve këto që jetojmë në Republikën e Maqedonisë. Në rrugë tjetër nuk ka. Çdo mendim tjetër mendoj që është gabim edhe të çon në humner. Ashtu. Do thotë mua nuk më mbetet tjetër vetëm t'ju falenderoj që ishit musafir do thotë emisionit të parë këtu në studion e hapur. Shpresojmë që do të kemi mundësi të tjera, takohemi prapë, diskutojmë prapë edhe për çështje tjera. Përsa juve shikues të nderuar, ju le takim të ardhshëm të shtunën e ardhshme do thotë në ora 21:30. Natën e mirë.